kripto dhe flasim për Bitcoinin, për Ethereum dhe pastaj ndoshta ca altcoins të tjera që mund t'ja vlej, por kripto është në një rënje tani, një rënje normale, sepse është një periudhë gjatë që është bërë i blerë tregu. Okej, kjo është grafika e Bitcoinit, besoj që e keni parë tani javë mbas jave si kanë hecur, si kanë avacuar gjërat në këtë grafik. Për vizat të tua fix. Ai keni bërë Po. më radh. Po, këtë zonën këtu edhe. Dhe tani dëgjoj, kemi se bëjnë disa komente për skenare. Arsye pse unë punoj me skenare sepse kur probabilitetet anojnë long, unë do hyj long këtu dhe pastaj punoj me skenare. Edhe tani për skenarin i bën që konsolidimi dhe një vazhdimsi duket shumë qartë, do na duhet një farë vrulli të them zonën e kësaj konsolidimi, që është ky trekëndçi këtu, kjo viza në rënje, duhet thy kjo vizë. Qeriu parë që do thyet, probabiliteti bëhet shumë i lartë që të shkojmë te 108, ndoshta deri te 115 që ka mundësi zonë. Këto, okay. Kjo do ishte bullish scenario në thyrjet e kësajt. Kemi edhe vizën e trendit në poshtë, sepse kemi hijet e qerive këtu, bëhet ky trekëndçi, që është një shenjë konsolidimi. Dhe po u thy kjo struktura këtu te 101, shkojmë 100, edhe pastaj shkojmë deri te 97-98. Kjo është skenari, le të themi, më bearish, por edhe këtu unë do shikoja që do shkojmë këtu dhe pastaj të shikojmë prapë për long, se do ishte një shenjë pozitive që ndoshta gjen supportin këtu dhe vazhdojmë një cikël tjetër për long, me çmim më të arsyeshëm, ku edhe RSI normalizohet dhe jep mundësi që të rritet më mbrapa. Kjo do ishte një skenar më i pëlqyeshëm për çdo investitor, mendoj unë. Afat mesim ose afat gjatë. Për day trader dihet që një njohatje 0.01% e Trump, por për një tregtar afat mesëm si puna ime, këto lëvizje që po bën këtu me kësaj zone është thjesht konsolidim, dhe kur thyet kjo struktura e trekëndçit, probabiliteti është më i lartë për një short, po kemi dhe supportin të 100. Kjo është situata, dy skenare, probabiliteti për mendimin tim anon më shumë të skenari e një tipi pak më thellë. Dhe pastaj ne do të tregtojmë ndoshta ka një zona këtu. Diçka që mund ta çojë tipi më thellë është që nëse investitorët shohin më shumë rritje gjatë sa kohë të stocks, mund të marrin kapitalin dhe ta kalojnë të stocks një pjesë e tyre. Kështu edhe kjo mund të sjellë një tip ndoshta. Edhe e kam parë që edhe të premte ndodhi kjo gjë. Sepse S&P ishte në rritje dhe Bitcoin ishte flat, po thjesht. Po, S&P në rritje, Bitcoin flat, por coinset e tjerë të altcoins ishin pak rritje të vogël ose ulje të vogël, kur shikoni portfolion tim dje, shikoj ku është këtu, anësh, 1, 2, 39%, 9%, 4%, 5% rritje të aksionet e mia. Këto ka qenë ulje, tje ose me pak rritje. Kështu që çarkullimi i kapitalit normalisht është në këtë pjesë. Po këto janë dy gjëra që unë përshikoj. Duke qenë i pozicionuar nga 85.000 nuk ndjen ndonjë frikë këtu edhe po bëri këtë dipin. Okej, më thjesht do të marr për sa më shumë profit. Dhe mund të dalë ndoshta mirë të bën shumë të sigurt domethënë për çdo lëvizje. Por shem se bie 1% është shumë i qetë. Kurse ata që apo duhet të 100.000, 1% do duket sikur po humbin. Po. Eksakt, prandaj unë po që ulet kjo deri te kjo zona këtu, mund ta pranoj edhe mund të dalë dhe pastaj të ripozicionohem parafërsisht te zona që kam dalë për një vazhdimsi më mbrapa, ose të hapim shortin, por kjo është skenari, le të themi, dy skenaret bullish që un kam edhe po pres si do ecin. Ku je pozicionuar mirë, nuk ke frikë dhe menaxhon në skenare si puna ime.
Ndonjë gjë për shtu këtu Kleo, përpara se të lëvizim te Ethereum? Bitcoin, mendoj unë, mendimi im, mendoj që do formoj këtë konsolidimin edhe pak ditë, edhe ndoshta ne ikim plak long tek 115.000, siç e thash edhe shpar. Mund të jetë një shtys tjetër për tregun e kriptove. Po. Mendimi im ky, por një ulje deri në 100.000, 101, 102, domethënë tek këto zona këtu, është mos e normale. Ne jemi tregtar afat mesëm, ti e the edhe vetë që kemi hyrë pak më përpara, po nuk tregu duhet i bëj këto lëvizjet, paktën për ne tregtarët afat mesëm janë gjëra shumë normale. Po 1-2% është normal me Adidas. Dhe kemi akumuluar këtu diku të çmimi aktual. Jemi plus diku të 20% për një muaj. Pak më shumë se sa një muaj, se kemi hyrë nga data 12 në këtë periudhë. Dhe tani 20% për një muaj nuk është keq. Nuk është keq. Se shumica pretendojnë që të bëhen në temi të bëjnë 10.000x ose 10.000% profit. Po 20% për një muaj, 20 këtu për short për një muaj, 2 muaj, 40% i bërë këtë vit. Dhe këte kemi bërë në. Të shikëm tani se si do na heci kjo, po 115 është një zonë që kam përsektuar në një skenar bullish. Ndoshta mund të ketë për dipin tani, e diel nesër, shtunë sot, vi një ulje. Mu më jem ndjenjën që mund të shkojmë deri te kjo zona 100. 100 aty bëhet support më i fuqishëm, se ka kërkesë blerje. Po, aty mund të jetë mundësi e mirë dhe për të blerë për ata që s'kan hyrë në treg. Po. Okej, kemi dhe Ethereum, pak shumë i njëjti formim, njëjti skenar, pak me i blerë. Ne kemi hyrë që nga kjo zona këtu poshtë, do t'i jap 3 tregtime që ne kemi bërë 1600 diku këtu deri te kjo zona. Një 1800 për 12% dhe pastaj kam bërë nga kjo zona këtu deri këtu lart, se kemi shitur te 2600 500 e ca, 2550 e shitën, edhe 20% të tjera, dhe unë kisha hapur një pozicion short, jo short, pozicion short term, afat shkurtër, te kjo zona këtu, dhe kam marrë dhe këtu diku te 5% e tjera. Okay. 3 tregtime kam bërë në këtu. Ethereum, ne i thamë edhe javën e parë që ishte shumë i blerë si çmim. Po. Dhe po ta shikosh dhe RSI-n është shumë e blerë aty, dhe kjo ulje duhesha me patjetër. Kjo ulje dukesh ka. Është thjesht logjike, kupton, pak duhet punoni edhe me intuitën që ta kuptoni vetë si mund të shkojë tregu. Po. Ne shoh aty komentet për shembull në Telegram ose në për grupe të tjera që shikoj që se tani kanë dalë në për rrjetet sociale këta TikToksa që japin sinjale, do thënë kur është tregu long dalin ta. Dhe shoh që do shkoj 4.000, do shkoj 5.000, pastaj kur bën këtë uljen 2-3%, 4% sa ka ra. Trëmben, e kupton, jo po si do shkoj, ja kemi bull run. Po, është logjika është që kjo tani duhet bëj valët e veta në natyrshme, do të nxjerrin profitin sa tregtar këtu, bëhet i pëlqyeshëm me çmim të arsyeshëm, ndoshta deri këtu 2200, 2300, dhe pastaj e riblejmë ne me idenë që shkoj deri te 3000. Ky synimi im është që po bërë një dip serioz të mirë që është liruar asedi, kemi dhe potencial për këtë lloj lëvizje deri te 3000 për 26% të tjera. Kemi akumuluar këtu diku te 60% profit. Edhe tani të bëjmë dhe 26% të tjera, kemi diku te 80% profit në 4 tregtime long të caktuar në njëtin val. Unë do shikoja
të përheqim ca nga këto vizatime tani se nuk ka vlerë që të shikojmë. Kemi këtë zonën këtu. Si zonë ku është? Si zonë supporti. Shikoj, këtë zona këtu. Që unë përshikoj që po thyet kjo, atëherë shkojmë deri te zona 2200 ose ndoshta 2100 për mendimin tim. Kjo zona këtu. Dhe këtu do shikoj për një blerje serioze. Prap, afat mesëm, disa javë, disa ditë, disa javë për të tregtuar. Deri tani është një fazë konsolidimi, mund të vazhdoj këtë konsolidim këtu. Prap, pak a shumë si scenario ose skenaret të Bitcoinit që po bën konsolidimi këtu. Dhe mund të shkojë më lart deri te 3000 ose bën një ulje këto ditë deri këtu dhe ne e blejmë për të fituar 26% jo te kjo zona këtu. Kjo është kemi këtë bearish divergence që është formuar. Shikoje, RSI-ja në dopsi, çmimi ka qenë në rritje. Kjo ishte arsye pse unë dola tek e vala me 5% kur të ritrektova këtu. Nuk kishte më fuqi relative, fuqi për shtypur më lart. Dhe tani do pres që të kapim valën serioze të 3 të 4. Kjo, 26% që du. Kleo, besoj kaq është mjaftueshme për Ethereum. Po flasim 3000 e ke barierë normale. Vetëm po që kemi një cikël shumë të lartë, po e traktuam ne këtu. Po çka deri 3500. Po dhe këtu marrim 45%, kështu që të gjithë skenaret ne dalim të fituam, se dalim a do hyjmë më lirë ose do të trajtojmë këtë vazhdimsi nga kjo zona këtu. Kështu mendoj unë, të paktën. Kjo është mentaliteti im që të gjithë skenaret unë dalim fituam këtu. Vetëm du të dish si të shfrytëzosh rastin. Edhe do humbësh pak pare, por paktën ke rrezikuar në momentet e duhura që ke minimizuar rrezikun. Okej. Do një altcoins tjetër, Kleo, ja vlen të shikojmë apo i kemi diskutuar disa herë na për TikTok e Ethereum, unë këto tregtoj Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Atëherë po e lejmë, sepse të tjerat i kam diskutuar ndoshta disa herë në Telegram, por dhe në TikTok kur dal live ndonjëherë, më bëjnë pyetje dhe unë i analizoj. Ndoshta jo në anën grafike në këtë mënyrë që t'ju tregoj se ku janë zonat e mia, por dhe skenaret, por një gjë që do të thoya që bëni pjesë të Telegramit, s'keni çfarë të humbni, është falas. Keni linkun më poshtë te përshkrimi i videos. Dhe aty mund të bëni pyetje, mund të diskutoni këto idetë, mund të shikoni dhe analizat e mia çdo ditë të Bitcoin dhe Ethereum. Okej?